Për këtë do të diskutojmë ndër të tjera me analistin politik Selatin Redkoceri, që është vetëse drejt për drejt. Tu ngjatjeta zoti Redkoceri. Qëndetje, zoti Fatia. Kënaqësi që flasim bashk. Fushata në këtë mërgat veçanërisht në këtë fundjavë veçanërisht u zhvendos në diasporë krejt dukshëm, po pse partitë politike, sidomos vetëvendosja, por edhe të tjerat e shohin mërgatën si të thuash terrenin kryesor për të bërë fushat për këto zgjedhje? Fat keq, kjo fushat, sikur edhe ato për zgjedhjet e dhjetorit po koncentrohen apo po shkojnë në perëndim. U fillua një fushat në Zurich të Zvicrës, ku dukej se është ka prezident jashtëzakonisht shumë qytetar, edhe pse thuhet se Partia Socialiste e Zvicrës e ka bërë atë organizim të madh i cili u bën në një sallë sportive ku Kurti u paraqet me një fjalim skandaloz në fillimin e fushatës në diasporë. Unë mendoj që është gabim i madh që edhe parti tjera, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, të cilat po paralajmërojnë apo LDK-ja mbajti dje një tubim gjithashtu në Zvicër, edhe PDK-ja sigurisht do ta mbajë, është një gabim apo një ndjekje pas e zotit Kurti, gjë që unë mendoj se nuk do të duhej ta bënte as LDK-ja, as PDK-ja, sepse zgjedhjet nuk mbahen për Zvicrën, as për diasporën, por zgjedhjet mbahen për qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk them se duhet ju ndalohet pjesëmarrja qytetarëve, por jo fushatat të koncentrohet apo të mbahen në Zvicër. Derisa Albin Kurti edhe mund të ketë drejt, sepse gjatë këtij mandati ai afër 300.000 qytetar i ka përzon nga Republika e Kosovës, dhe ai e din që ajo pjesë e rinisë e cila ka ikur në diasporë kanë qenë për krahas të flak të zotit Kurti, dhe ai mendon që ta vazhdoi me të njëjtën tempo dhe t'i mbajë ende ata votues që edhe në këto zgjedhjet e 7 qershtorit t'ja japin votën masovikisht, siç ndodhi në zgjedhjet e dhjetorit vitit kaluar, zgjedhje të cilat dhanë një rezultat absolut për lëvizjen e vendosje 51%, por kjo parti vet Kurti është i padenj të menaxhoj ato vota, dhe shohim se si po na çon edhe në një palë zgjedhje dhe brenda një viti ne kaluam 4 procese zgjedhore, nëse i llogarisim edhe zgjedhjet lokale, po i bie 5 cikle zgjedhore. Do të shkojmë kështu, si duket, edhe në një cikël tjetër, sepse Kurti nuk mendoj kur që edhe pse ai po mendon se do të ketë vota masovike nga diaspora, mendoj se kësaj radhe do të dështoj vota për te, edhe pse do t'i merr shumicën, ndoshta mbi 50% diasporë, por qytetarët në këtë muaj, në qershor, nuk besoj se do të udhtojnë masovikisht siç ndodhi në zgjedhjet e qershorit. Kështu që varemi shumë nga vota e qytetarëve tonë, uroj dhe dëshiroj që qytetarët të mos e bojkotojnë këtë zgjedhje, të dalin masovikisht dhe të japin dënimin lëvizjes vetëvendosje, e cila me qëllim për shkak të proceseve që na presin, po na çon në zgjedhje, jo për fituar, por jam i bindur që qëllimi i tij është për të humbur bie në 51% apo dikon tjetë mbi të 20% në mënyrë që ai jetë përsëri i pari dhe ta kursoj edhe zgjedhjen e presidentit, edhe organeve tjera, institucioneve tjera nga vetë Kurti. A do të shohim presim dhe mendoj që këto zgjedhje do të japin një rezultat që do
të obligoj partitë politike të futen në koalicion. Mirë, ato do të shohim dhe do të diskutojmë, por a do të shohim edhe me tutje gjatë kësaj fushate në diasporë liderët politik të Kosovës duke kërku vota, sikur se ishin në Zyrich të Zvicrës. Për shembull, kujtoj se vitin e kaluar në prag të zgjedhjeve të dhjetorit ambasada gjermane ju ka kujtu kandidatëve politik në Kosovë që nuk mund të bëjnë fushat elektorale në Gjermani për shkak se është ndaluar me ligj që zyrtar të huaj të shkojnë për fushat në Gjermani 3 muaj përpara zgjedhjeve. Unë mendoj që veprim të njëjtë është dosht të bëj edhe Zvicra, të ndaloj fushatën e partive shqiptare në Zvicrë, sepse Zvicra nuk ka zgjedhje, por ka Kosova. Gjermania ka bërë mirë edhe duhet të ju ndalohet. Kështu që po shihet se koncentrimi i partive politike do të jetë Zvicra dhe nuk shoh se mund të veprohet ngjajshëm në Gjermani. Mund provohet edhe Italia, Austria, por ato e dim nuk kanë numër shumë të madh të koncentruar. E kemi Gjermaninë edhe Zvicrën, me që Gjermania ka ndaluar për që fushata të mbahet në shtetin gjerman, kishte me qenë mirë që edhe Zvicra ta ndaloj, por kësaj radhe nuk e ka ndalu dhe unë mendoj që do të vazhdojnë këto parti apo sigurisht me që fushata veç fillon me 28-in do të jetë e shkurt dhe nuk do të ketë mundësi ndoshta më të udhtojnë kandidatët për kryeministra në shtetet perëndimore, të koncentrohet fushata në Republikën e Kosovës me qytetarët, por si duket në Kosovë po ka dështime sepse të gjitha partitë shohim se ato tubime para fushat që kanë fillu janë të zbeta dhe numri qytetarëve që marrin pjesë në ato tubime është shumë i vogël, kështu që vazhdon mashtrimi në perëndim, vazhdon ajo që ta presin vota nga perëndimi, në fakt është shumë më lehtë të mashtrohet diaspora se sa elektorati vendor, edhe për këtë arsye mendoj që Kurti koncentrimin kryesor e ka në diasporë. Parti tjera nuk kanë edhe atë numër sepse e dim të kaluarën edhe PDK-ja edhe LDK-ja e kanë pas ndaluar aktivitetin politik në perëndim dhe kanë tentuar që mos ketë parti politike të organizuara derisa vetëvendosja është jashtëzakonisht mirë e shpërndar po funksionon me struktura në sidomos në Zvicër edhe në Gjermani, edhe pse struktura të tilla në komuna të Kosovës VV-ja nuk po, por në perëndim si duket qytetarët me vetë organizim vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje, e kanë gabim, por ç'të bësh edhe ata janë qytetarë tonë dhe atyre ju duhet kohë pak më shumë për ta kuptuar se Albin Kurti peqon shtetin në zhbërje apo siç themi ne po e rrezikon shtetin me autoritarizëm apo me gjysmë diktaturë të paralajmëruar edhe me kopje të institucioneve kryesore të shtetit. Deri tash ka arritur të kapë gjithçka me bordet, edhe bordet qeveritare, edhe bordet e kuvendit Republikës Kosovës, agjencionet i ka mbetur vetëm tani edhe prokuroria dhe gjykata kushtetuese, edhe ato dyja si ti kap kë pastaj do të veproj edhe do t'i përmbush projektet ogurzeza të cilat i ka përgatit për Republikën e Kosovës. Tani për ato që çfarë u tha në ditët e kaluara në këto para fushatën zgjedhore, konkretisht nga kryeministri në detyrë Kurti, kandidati vetëvendosës për mandat tjetër kryeministri, ose patriot ose hajn, nuk ka edhe çlirimtar edhe zullumqar. Këto në fakt polarizuan shoqërinë tonë. Ja pas pak do të transmetoj në kuadër të këtij emisioni edhe 2 deklarime të ish-komandantit UÇK-s Kadri Kastrati edhe të nënkryetarit të
organizatës veteranëve të luftës së UÇK-s. Por ju si i pat, a janë ndarje në kampe, kategorizim të shoqërisë për qëllime politike, apo thirrje motivimi kundër korrupsionit? Absolut nuk ka të bëj me korrupsion këtu, sepse subjekt politik më të korruptuar, se sa lëvizja vetëvendosje nuk kemi parë në këto 20 vitet e kaluara. Me 3.000 tendera direkt të negocuar apo pa procedura prokurimi, me 1 miliard energji të blerë për këto 5 vite të cilat i kemi kaluar në qeverisjen e Zotit Kurti, me këto shpërndarje të parave në prag të zgjedhjeve të Sadakos edhe vitrave të cilat kjo zotëri po i shpërndan vazhdimisht në zgjedhje, krejt këto janë tendencë e hapur apo blerje direkte e votës me parat e taksapaguesve apo qytetarëve të Republikës Kosovës. Në këtë rast, kur thot çlirimtar edhe zullumqar, vërtet nuk e di çka është duke menduar në këtë formë, edhe çlirimtarët ti quash zullumqar, kjo vërtet është e pakuptim edhe për mua skandaloze të del nga gjuha e kryeministrit edhe atë në shtetin helvetik të Zitrës. Zoti Kurti në vazhdimsi ka fyer edhe ka sharë çlirimtarët të cilët ja kanë dhënë mundësinë që ai sot të udhëheq me Republikën e Kosovës, e kemi marrë lirinë nga 1% e qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët e kanë luftuar në vitin 98 dhe 99, edhe pse lufta ka filluar në 97 me raste sporadike edhe me sulmet të stacioneve të policisë, por me gjithate lufta kryesore është mbajtur është zhvilluar në vitin 98-99, edhe atë me një numër shumë të vogël të qytetarëve pjesëmarrës. Andaj e ka shumë të lehtë Zoti Kurti tani manipuloj, sepse të gjithë ata qytetarë të cilët ishin madhor dhe nuk patën rastin, apo nuk deshten të marrin pjesë në luftën çlirimtare, eken jashtë, bojkotuan luftën. Tani ne jemi shumicë, apo ata janë shumicë të cilët nuk marrin pjesë në luftë, edhe për atë arsye ky zotriu e din terrenin ku mund të rrëmbej vota ma shumë, edhe kënd duhet ta çojë ma shumë. Në këtë rast shohat një pjesë e vogël e popullsisë e cila rroki armët dhe mendimin e NATO-s arritëm deri në çlirim, e me vonë edhe mendimin e faktorin ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e arritëm edhe pavarësinë, të cilën Zoti Kurti ende nuk e kemi pasur se e ka pranuar ndonjëherë zyrtarisht. Edhe ai në gjitha ato tubimet e lëvizjes vetëvendosje nuk e shohim se intonohet himni i Republikës Kosovës, nuk e shohim flamurin e Republikës Kosovës, nuk shohim asgjë nga simbolika që e shënon Republikën e Kosovës. Në këtë rast, ky zotëri leqe e mohon UÇK-n, leqe e mohon luftën e drejtë të UÇK-s, por tani të njëjtë çlirimtar i quan edhe uzurpator, edhe gjithçka çka t'i vije në gojë, gjë që është për mua e papranueshme dhe e dënueshme. Qytetarët pa marrë parasysh, a kanë marrë pjesë në luftë, a kanë ndihmuar qoftë me para, apo me diçka tjetër, ata duhet të vazhdojnë ta përkrahin UÇK-n, ta përkrahin luftën, sepse pa luftën e UÇK-s ne kur nuk do të kishim liri e lere më pavarësi, ende do të ishim në tutorën edhe sundimin e regjimit serb. Tani unë mendoj që pas luftës edhe shqiptar pak do të mbeteshin në Kosovë, vetëm sharraxhi edhe të tillë që do të punonin si shegert në të serbet, edhe në këtë mënyrë ta fyjnë luftën e shajt të UÇK-s, vërtet është e pakuptim, edhe nuk i ka hije Zotit Kurti, e sidomos qytetarët të cilët e përkrahin, sepse e kanë gabim. Nëse Zoti Kurti nuk ka dashur të marrë pjesë,
pa marrë parasysh, ai sot është i votuar i 51% të qytetarëve dhe duhet ta mbrojë si sytë e ballit UÇK-n dhe luftetarët e UÇK-s, pse jo edhe luftetarët të cilët i kemi dhe po gjykohen padrejtësisht në Hagë. Mirë, a do të përdoret kjo gjuhë dhe ky fjalor edhe në raport me luftën dhe luftetarët e lirisë, ose në përgjithësi, nëse mund të them, a do të përdoret patriotizmi në fushat në vend të programit politik gjatë kësaj fushate, në mungesë debatit real për ekonominë, për investimet, për pagat, për çmimet, për herë në rritje dhe projektet konkrete. Ai shërben për mirë qytetarit Kosovës, qytetarit votues, që të përcaktoj se kush dhe si do t'i udhëheq ata, duke fol për patriotizëm, sidoqoftë në çfarëdo forme dhe jo për programet konkrete qeverisë dhe investuese. Duke pas mungesë, edhe në zgjedhjet e dhjetorit kishte mungesë programit, edhe tani zoti Kurti nuk ka program ekonomik zhvillimor të vendit, në mungesë të programit, ai sigurisht do të koncentrohet në tema patriotike, sidomos në tema kundër UÇK-s, siç po vepron, edhe kundër partive opozitare që ishin deri dje opozitare, se tani më nuk kemi parti opozitare, kështu që parti tjera nuk është dashur, as për DK-ja ta ndjekin. Ato duhet të dalin me program të qartë, jo me premtim të rritjeve të pagave, me premtim të rritjes pagës minimale, me premtim me krejt Kurti, edhe me premtim të ndarjes të ndihmave siç po vepron Kurti, por ata zotrit e ish opozitës duhet të dalin me programet qarta si ta nxjerrin vendin nga çorsokaku ekonomik, nga kriza energjetike e cila na ka kapluar, nga arsimi i cili vërtet është në gjendjen më të keqe ndonjëherë, edhe që të dilen nga problemet me shëndetësinë e Republikës Kosovës, edhe me këtë inflacion gallopant i cili ka arritur 7% në muajin prill të këtij viti, domethënë të gjitha këto do të jenë të inkuadruara në programin ekonomik të partive opozitare, duhet të tregojnë se si do të përfundohen projektet e filluara nga vetë LDK-ja, PDK-ja dhe AK janë të kaluarën, të cilat nuk ka arritur zoti Kurti asnjërin prej tyre ta përfundoj. Kemi projektet të jashtëzakonshme të cilat duhet përfundohen dhe menjëherë pas këtyre zgjedhjeve të shkohet në zbatimin e ligjit të lojrave mesdhetare, sepse Kosova do të dëftojë, nëse vazhdon qeverisja Kurti, Kosova nuk do të jetë në gjendje të organizojë lojrat mesdhetare, sepse këta zotëri janë të paaftë për ta kompletuar krejt infrastrukturën e cila nevojitet për këto lojra mesdhetare, kështu që Serbia është e përgatitur dhe po rrin është shtet rezervë që do të na i merr lojrat mesdhetare nëse vazhdohet me pushtetin. Na kanë mbetur deri në vitin 2030 vetëm edhe 4 vjet dhe për këto 4 vjet zoti Kurti nuk ka qenë gjendje ta kryejë stadiumin e Mitrovicës, i cili ka qenë pujse i gatshëm, vetëm kanë pas tapetin atje, fushën sportive dhe karrikat i vendosin në këtë stadium, ta bëjnë drenazhimin, gjithashtu në Gjilani stadium të nivelit 4, edhe atë nuk ka arritur e lere më 26 disciplinat sportive të cilat kanë të bëjnë me lojrat mesdhetare. Kë zotëri nuk do t'jetë në gjendje. 250 milion të ndarë nga qeveria e Republikës Kosovës nuk janë të mjaftuara për krejt atë infrastrukturë. Kështu që duhet me pas kujdes edhe qytetarët që ta shpërndojnë votin, të votojnë partitë opozitare, sepse tani më është dëshmuar se zoti Kurti nuk ka program. E ka pas Mitrovicën të kaluarën, tani ka mbetur pa kauz dhe përdor thyrjet, sharjet, provokimet dhe do të vazhdoj me këse forma patriotike gjëja të përfitoj qytetarët edhe vendin të atëj në mjerim si që është duke e bërë. Vetë ndarja e
këtyre qindra milionave euro në prag zgjedhor, tani e përzin atje edhe me aspektin fetar, e përzin njëherë thot, po i ndoj për Bajram, dikur e kështë se ka gabu, e tërjek atë, do më thënë, bën manipulimet të cilat nuk i kanë hije një kryeministri të vendit, sepse në gjitha zgjedhjet ky zotriu ka dorë 100 euro ndihmë lëmosh për qytetarët të cilat nuk e rregullojnë mirëqenien e tyre. Më mirë ka qenë pensionistëve t'ja rrit pensionet 10 euro në muaj, se sa me një ndihmë të përnjëhershme të cilat e rrisin inflacionin. Unë nuk e di se si ministri financave, nuk e din se çdo shpërndarje e keshit e paras të gatshme në këtë formë e rrit shkallën e inflacionit. Dhe mu për këtë arsye ne nëse e kemi pas muajin e kaluar 7%, tani ka me gjas kur ndonë qindra miliona euro, inflacionit do të rritet sepse do të ketë mungesë të produkteve në treg, në anën tjetër do të ketë të prisë paras dhe në këtë mënyrë rriten çmimet edhe rritet shkolla e inflacionit. Kriza ekonomike vazhdon, edhe do të vazhdoj nëse vazhdon të udhëheq zoti Kurti. Andaj qytetarët e Republikës Kosovës duhet të kenë kujdes kujt po ja japin votën, sepse nëse vazhdojnë, përsëri të vazhdojnë, ta votojnë zotin Kurti, atëherë po ne përgatitin edhe një palë zgjedhje të reja, edhe sigurisht po na përgatisin për një gjendje të rënd ekonomike, edhe për një largim edhe më të madh të qytetarëve nga Republika e Kosovës, siç ka ndodhur në vitin e kaluar, 40.000 qytetarë të rinj kryesisht e kanë lëshuar vendin. Kjo është gjëja më e keqe që po i ndodh Kosovës, e për fat këtë shumë pak e ndëgjojmë edhe nga opozita, e lërë më nga pozita që fare nuk flitet për këtë të keqe të madhe që po i ndodh shtetit, po i ndodh popullit shqiptar, që masovikisht të rinjet e atë profesionistët po ikin nga shteti. Po mirë, po të tjerët që duan të marrin vota për vete, jo t'ja çojnë Kurtit, meqense narracioni është kryesisht në këtë formë. Vjosa Osmani, LDK-ja, Partia Demokratike me kërkesën për stop krizës, AK-ja me kërkesën për shtetë e siguri me kryetar të ri, apo janë në gjendje aktualisht, apo ndoshta janë duke e prit fillimin e fushatës zyrtare që ta sfidojnë këtë narracion aktual të kësaj parafushate? Aty është frika më e madhe, jo vetëm e imja, por shumë njerëzve që PDK-ja, LDK-ja edhe AK-ja nuk janë duke bërë fushatën që do të duhet ju takonte atyre. Individ brenda PDK-s, zoti Gruda dhe disa të rinj të tjerë me të vërtet bëjnë një fushat të mirë. Në anën tjetër edhe Ardian Xhini, që tani më është kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me gjas, edhe do të kemi një ndryshim në emër të Aleancës, unë mendoj që zoti do ta kaloj pragun, do t'i afrohet 8-9%, sepse këto ndryshimet të cilat janë bërë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, sidomos me zotin Xhini, i cili mendoj që është një prej politikajve më të përgatitur, edhe një prej kryetarëve tani të subjekteve politike më i miri në vend, unë mendoj që zoti Xhini do të jetë në gjendje të ndryshoj shumë brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Gjithashtu në listën e atës ka emra shumë të mirë, edhe për këtë unë llogaris që Aleanca do të ketë ngritje, por jo atë shumë, sepse edhe dyfishin ta ketë Aleanca përsëri është përqindje vogël. LDK-ja kam shpresuar se do të bëj më shumë, por me gjas LDK-ja nuk do të jetë shumë në gjendje, sidomos me këtë paraqitjen në skenë të Lumir Abdigjikut edhe të zonjes Vjosa Osmani,
po më duke se qasja ndaj publikut nuk është shumë e mirë, edhe kjo formati që ne kemi kandidat për presidente, dalin listë Vjosa Osmani e para, e në anën tjetër kandidat për kryeministër zoti Abdi Gjiku, kjo nuk ju ka dash, ata janë parti institucionale dhe duke qenë si parti e tillë, ata nuk është dashur në këtë formë të dalin në publik, sepse e di mirë që as kryetarin, as kryeministrin nuk i zgjell partia, por i zgjell kuvendi i Republikës, atë qytetarët i zgjell kuvendi i Republikës Kosovës. Mendoj që do të ketë një ngritje LDK-ja, por jo atë sa kemi pritur, atë sa do të duhej të ndate. Vetëm një muj ditë, zonja Vjosa Osmani të jep të dorëheqje më herët, atëherë jam i bindun që gjendja në LDK do të ishte tjetër. Por ajo e priti në momentin e fundit kur e pa që po e refuzon kategorikisht vetëvendosja dhe nuk po bëhet presidente, atëherë shkoj në LDK. Dhe në anën tjetër, PDK-ja si duket nuk është duke bërë fushat që do të duhej ta bënte PDK-ja. Ka zëra individual, por nuk e shohim as zotin Hamza, edhe aty kur po del në debate, nuk po vrehet se zoti Hamza e refuzon kategorikisht koalicionin me vetëvendosjen, sepse nëse themi, nëse këta janë të gjithë unik dhe e mohojnë edhe thonë se vetëvendosja është rrezik për shtetin, atëherë gjithsesi nuk dohet të mendohet se PDK-ja edhe vetëvendosja në të ardhmen mund të kenë koalicion. Duhet qartë thuhen të gjitha partitë opozitare, duhet ta kenë vijat kuqe për një subjekt politik i cili është rrezik. Ata vetë po thonë është rrezik, atëherë pse nuk i vën vijat e kuqe për këto subjekte. E qartë do të jetë temë për të diskutuar tutje në këtë emision dhe të tjerë. Faleminderit shumë për kohën që ndave për ne, zoti Ret Hoceri. Respekt. Gjithë të mirat për ju.